Një tjetër përballje jotja, të cilën ti e ke kaluar me shumë vullnet, por që të ka mësuar shumë për veten tënde, të ke njohur një vete tjetër, është pikërisht sfida me peshën. Le të shohim një foto fillimisht në ekran të Rej dhe më pas do ta komentojmë se si arriti të rrëzoj sa kilogram? Eksaktësisht? 30, pak 40. Këtu ke qenë sa vjeç? Tek fotoja e parë, ku kam qenë i shëndosh, domethënë, aty kam qenë diku te 13, 14, diçka e tillë. Mirë, është mosha ku edhe në çik ushqimet. Po, po kishte vite që u akumulonte. Kur erdhi ai momenti që ti the do t'i rrëzoj këto kilogramët, do të dobësohem dhe pse? Ishte çështje shëndetësore më tepër, çështje e pamjes tënde? Ishte çështje shëndetësore, unë po e shikoja që frymarrja, kisha probleme me frymarrjen në të ecur, dhe edhe pjesa e shoqërisë që mund t'isha ai boli i grupit që ndikoj. Të lëndonte kur ty të thrisnin kështu? Filloi bullizimi për peshë? Deri diku po, por që edhe vjen një moment që bëhet edhe normale, që të ngjitet kështu si nickname, po thjesht më vinte inat që pse unë, pse s'po ndryshoj unë. Dhe e mora pak personale. Që këtu fillon, hapat e vegjël, që shpesha apo një ndryshim tjetër për përmirësimin e vetes? Kryesorja... Ti u dobësove për veten, jo për të tjerët, apo jo? Kryesorja, për shembull, çdo nisje vjen nga një pyetje. Prandaj, mendoj që kur ne të gjithë ulemi edhe pyesim veten për vendimet që kemi marrë në jetë, ose pse jemi këtu ku jemi, reflektojmë. Për sa kohë arrite dhe si arrite të rrëzosh shpesh? E arrita për 3-4 muaj, 3 muaj, dhe ishte shumë e vështirë, mund themi, për shkak se ishte një mundim shumë i madh. Dilja për vrap me kilometra të tëra në ditë dhe gjithë ditën mund ta mbaja me një supë dhe një sallatë. Më vonë kishte edhe probleme, pra më dolën pulla në kurriz dhe kur shkova te dermatologja më tha që këto probleme i ke nga sforcimi i tepër, duhet pushosh më shumë. Çfarë bëre ti? Unë pushova më shumë për një periudhë dhe pastaj vazhdova prapë. Fakti që fillove të ndryshosh, të merresh me aktivitet fizik, të ndryshosh edhe regjimin ushqimor, kjo të ndikoi edhe tek mendimet e tua, more një energji, një hoftë të re për gjëra që ti do bëje? Është e vërtet për shkak se çdo veprim që ne bëjmë në tru formon atë perceptimin që ne kemi për veten. Domethënë unë sot çdo gjë që mund ta marr ta bëj, nëse dikush më thotë që nuk është e mundur ta bëj, unë kujtohem që prit se edhe kur rash më thanë që nuk është e mundur që tu dobësoja, po unë dobësova. Pra çdo gjë mund ta realizojmë. Krijon perceptimin për veten, çdo veprim që ne marrim, sado i vogël që tjetë. Dhe ti e kishe përshkruar shumë bukur në rrjetet sociale. Vërtet lash 100 kilogram pas, por fitova një Rej të ri përpara, i cili më udhëheq tashmë. Cila është frika e Rejit? Ke frikë nga diçka? Frika e Rejit është nëse do vi një ditë dhe unë do them që pse nuk e bëra. Pse nuk e bëra x gjë. Mundohem që çdo gjë që mendoj ta provoj. Për shkak se nëse unë e provoj diçka, nesër pas nesër edhe nëse nuk ecën, unë e kam darë mendjen që e provova. Po kurse bëj, them po sikur të ecte. Kur ti përmendej që parë që duhet të zgjedhim me shumë kujdes njerëzit me të cilët ne rrim, ka ndodhur në këto vite që ti të largohesh nga një X grup sepse ata nuk kanë qenë për ty? Po, ka ndodhur. Ka ndikuar negativisht në rrugën tënde? Ka ndodhur edhe ndodh shpesh. Për shkak se kur ti përmirësohesh dhe zhvillohesh dhe ti ke pasur një rreth shoqëror të vjetër, nëse edhe ato nuk zhvillohen me ty, por të ndikojnë se të tërheqin për poshtë. Dhe ka ndodhur shpesh, unë e them, e kam thënë gjithmonë që unë nuk kam qenë gjithmonë kështu. Beson në Zot? Besoj në Zot. Jam i krishterë. Dhe mund të jetë një nga gjërat që më kanë ndryshuar jetën. Lutesh? Po, çdo ditë. Çdo ditë. Çfarë kërkon më shumë në lutjet e tua? Më shumë kërkoj udhëheqje.